Afatet ligjore dhe formimi i qeverisë së ardhshme do të jenë temat kryesore që do t'i diskutojmë me gjyqtarin e gjykatës kushtetuese zotni Kadri Kryziu. Atëherë zotni Kadriu, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë si gjem. Faleminderit shumë. Zotni Kadri, e pam sot një deklaratë të presidencës e cila tha që shumë shpejt do ta shpallë një datë për seancën konstituimin e kuvendit. A ka rrethana të veçanta kur do duhet zyrtarët ligjor të presidencës të analizonin për të konstatuar se cila është dita më e mirë për këtë seancë? Këto janë procedura të cilat duhet të kalojmë, procedura administrative, deri te certifikimi i rezultateve. Momentin e certifikimeve, rrjedh afati kushtetues është 30 ditë. Në kuadër të 30 ditëve, presidentja duhet të thirrë mbledhjen e parë konstitutive plenare të parlamentit. Po, dhe pastaj cilat janë afatet tjera? Konstitut kuvendi, bëhet betimi, a mundet që në këtë seancë mos kaloj edhe çështja e kryetarit kuvendit, cilat janë procedurat? Në aspektin kushtetues, në mbledhjen e parë të kuvendit, duhet të konstituohen trupat kuvendar, siç është kryetari, nënkryetari i partisë parë, do të thonë edhe nënkryetari i partisë 2-3 dhe dy minoritete që përbëjnë kryesinë e parlamentit. Edhe pastaj prej këtij momenti konsiderohet se parlamenti është i konstituuar dhe mund të marrë vendime të parapara, domethënë me kushtetues dhe me ligj. A duhet pikërisht në këtë seancë ketë edhe emri i kryetarit kuvendit apo mund të ketë një zvarritje për shkak se ditëve të fundit ka qenë diskutim çështja e kryetarit, emri i kryetarit kuvendit? Këto çështje të cilat hipotetikisht mund të ndodhin nuk janë të shkruar në kushtetutë. Kushtetuta ka, domethënë, zbrastira duke pas parasysh se nuk mund të hartues të kushtetues kanë mund të paraparën, të parashohin që mund të ndodhë diçka e tillë, po këto veprime janë jashtë kushtetutës dhe jashtë ligjit. Në këtë kontekst, domethënë, deputetët kanë detyrë ligjore dhe kushtetuese të përmbahen kushtetutës. Po, megjithatë në rast se a mund shfrytëzohet ky vakum tani për krijuar për të mos pasur një kryetar të kuvendit, duke ditur se aktualisht partia në pushtet nuk i ka numrat as për kryetar të kuvendit tani. Po, këtë mund ta shpjegoj me këto veprime, janë njëherë më së pari veprime jo humane ta quaj kështu, edhe jo kushtetuese dhe ligjore. Këto mund të ndodhin, por për çdo eventualitet grupet parlamentare mund të bëjnë një kërkesë në gjykatë kushtetuese që ta sqarojnë edhe këtë veprim, domethënë ta quajnë. Pra dhe kjo çështje e kryetarit kuvendit mund të përfundojë në gjykatën kushtetuese. Mund të përfundojë. Domethënë mund të përfundojë pasi që krijohen trupat. Mes trupave është edhe grupet parlamentare. Grupet parlamentare janë grupet e cilat janë palë të autorizuar për vendosjen kërkesës në gjykatën kushtetuese për sqarim. Po. Dhe pas konstituimit të kuvendit, në rast se konstituohet, a ka afate të tjera pasaj kur presidentja duhet vendos për mandatarin e parë, cilat janë procedurat? Atëherë nuk ka afate, domethënë ekskluzive, por në mënyrë kumulative, domethënë duhet maksimalisht mund të kalojnë 60 ditë. Brenda 60 ditë duhet të konstituohet qeveria. Nëse jo, shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme, të cilat presidentja ka për detyrë që t'i shpallë të zgjedhje brenda 40 ditë dhe 10 ditë është fushata zgjedhore. Po, dhe në këto rrethana aktualisht kurtit apo si fituesi këtyre zgjedhjeve i takon mandatari i parë për ta formuar qeverinë apo jo? Po, partitë politike ku dalin në zgjedhje kanë 3 objektiva. E para është me marrë pushtetin, e dyta është me rujt pushtetin dhe e treta me participu në pushtet ekzekutiv. Për ndryshe, zgjedhjet bëhen për parlament. Pushtetin legislativ për momentin e ka fitu vetëvendosja, respektivisht kandidati i vetëvendosjes duhet të jetë detyrimisht kryetari i parlamentit. Kështu që atëherë luftohet për pushtetin ekzekutiv, në të cilën kjo bëhet përmes parlamentit, pasi që parlamenti është qendra e vendosjes, për zgjedhjen e qeverisë, po ashtu edhe për presidentin. Domethënë ne jemi republikë e pastër parlamentare që nënkupton se parlamenti është qendra e vendosjes për krijimin e institucioneve. Po, dhe në rast se mandatari i parë dështon ta formojë qeverinë. Tani kjo është rregulluar me kushtetutë, domethënë partia e parë, respektivisht vetëvendosja, ka për detyrë me dërgu një emër, s'është me rëndësi, domethënë nuk është e nevojshme me qenë kryetari i partisë dikon tjetër,
Megjithatë, emri duhet dërgohet pasi që është e konfirmuar që i ka numrat apo jo për ta kaluar. Emrin duhet me dërgu, domethënë ex officio, dhe këtë emër duhet presidenti ka për detyrë kushtetuese me dekretu për si mandatar. Mandatari ka detyrë që brenda 15 ditë të themelojë ta konstituojë qeverinë. Nëse jo, kjo procedurë përsëritet nga aspekti logjik dhe procedural, përsëri partia e parë ka të drejtë të dërgojë një emër tjetër, po jo emrin e paraprak. Pra përsëri takon partisë së parë që dhe herën e dytë po, të edhe tentojë? herën e dytë, po kjo atëherë rregullohet me logjikën juridike dhe politike, nëse çaj përfaqësues më i mirë i partisë ka mundur për 15 ditë ta krijojë qeverinë, atëherë është në diskrecionin e presidentës që personi i cili i ka gjatën i numra mund ta formojë qeverinë, pa marrë parasysh është partia e parë, e dytë, e tretë ose e katërt. Pra mbetet presidencës në diskrecion. Po, në diskrecion, në herën e dytë. Herën e parë nuk ka diskrecion, ato e bën mirë ex officio drejt për drejt. Dhe është zëni Kryeziu e sqaruar kjo me gjykimin e gjykatës kushtetuese për shkak se ka pasur shumë diskutime se a duhet të jetë në diskrecion e presidencës apo përsëri presidentja duhet t'jap mundësinë mandatarit ose fituesit të zgjedhjeve. Kjo është rregulluar me gjykimin e gjykatës kushtetuese 2014, në mënyrë shumë perfekte, kështu që nuk kanë asnjë problem. Po, dhe a është sqaruar deri në sa tentativa mund të konsiderohet që duhet të ketë vetëm 2. Dhe pastaj shkojmë në zgjedhje përsëri. Zgjedhjet e jashtëzakonshme. Po, dhe si po shihni aktualisht numrat, cila parti a konsideroni që aktualisht ka mundësi vetëndosja me këta numra duke përjashtuar partitë opozitare? Të janë disa opsione, të cilat ka mundësi kushtetuta edhe rregulloria e parlamentit ja lejon. Opsioni i parë, parimor, duhet me qenë partia e parë me themelu qeverinë. Që në kupton duhet i ketë gjatën i vota, minimumi. Vota absolute të quaj kështu. Nëse jo, atëherë opsioni i dytë është partitë opozitare kanë mundësi me themelu qeverinë. Kushtetuta ja lejon jo partisë madhe, por çdo parti e cila ka mri pragun ka të drejtë me themelu qeverinë nëse ka kapacitete njerëzore. Kështu që kjo nën kupton se parlamenti krijohet brenda për brenda, jo nga jashtë. E para për me fitu është vetëm në kur bën zgjedhje dhe e fiton pushtetin legjislativ. Pushteti ekzekutiv ose qeveria bëhet përmes parlamentit, se është një organ vendimarrës për krijimin e qeverisë dhe çdo deputet aty është i barabartë. Pa marrë parasysh sa vota ka marrë jashtë, e ka vetëm një votë. Dikush prej këtyre partive, grupe parlamentare, krijon masat, domethënë deri në gjatën e vota, mund ta krijojë qeverinë. Po, dhe aktualisht kush mendoni që i ka numrat më shumti për ta formuar qeverinë? Duket që opozita ka më shumë numra, por që nuk duket shumë unifikuar, apo jo? Opozita në mënyrë taksative ka më shumë numra, por nuk e ka atë fuqinë elektoratit. Dhe më thonë se në të ndara, me programe të ndryshme, të mund të bashkohen, krijohen se këto quhen koalicione pasgjedhore ose qeveritare, që kanë për detyrë, dhe më thonë, kanë më shumë numra dhe mund të bëjnë qeverinë, por më së mirti, dhe më thonë, më parimori kishte me qenë partia e parë. Nëse hek dorë, se ka mundësi edhe me hek dorë, që nuk donë me qenë me qeverisë, atëherë e bojnë parti tjera. Po, dhe aktualisht a shihni që vetëndosja mund tërhiqet kaq lehtë apo do të tentojë që ta formojë qeveri? Pa nuk është lehtë më tërheq prej pushtetit, por nëse i qesin kështu të tham interesat kombëtare, shtetërore dhe shoqërore, para interesave partijake edhe private, atëherë ka mundësi. Po, e shihni një koalicion mes PDK-s dhe vetëvendosjes duke parë këtë zbuqjen e qëndrimeve të PDK-s, se mund të themi pas konferencës së sotme ku sipas mendimit tim, dhe më thonë koalicioni më stabil kishte me qenë vetëvendosje PDK. Arsyeja është e numrave, plus i bashkangjitë edhe minoritetet, jo vetëm këto minoritete, po të gjitha minoritetet, se ne kemi si shtet për detyrë të integrojmë në institucionet tona, nuk e kemi detyrë me nxit me na dasht, por duhet me dash shtetin, duhet me dash kushtetutën dhe kemi këtë për detyrë jo milanësh. Po, megjithatë sa duken të parafërta ose sa mund t'i parafrojnë tani qëndrimet dhe a do duhet që në rast se nisin diskutimet PDK-ja dhe vetëvendosja ta sqarojnë edhe çështjen e pozicionit e presidentit tani. Partitë politike në Kosovë nuk kanë orientime programore. As nuk janë djathta, as nuk janë të majta, as qendrës.
Pra programi nuk paraqet fare problem. Veç paraqet ona njerëzore. Ona njerëzore ndonjëherë është më fuqishme se ajo juridike. Këta duhet me komuniku, me debatu, me ul gjakrat, edhe nëse ulin gjakrat edhe i lënë këto elementit si piquin e primitive, atëherë shumë shpejt bën qeveria mbrana mujt. Po, megjithatë kemi parë shumë gjufyse, një polarizim mes partive politike. Kjo ka qenë para zgjedhjeve, e cila nuk është e tolerueshme se tregon një... Konsideroni që është zbutur kjo gjua tani pas zgjedhjeve? Absolutisht, duhet me pas një kulturë politike, partit politike, një kulturë kushtetuese, një kulturë njerëzore. Nëse i bashkon këto, e shohim për shkak se si ndodhi me Gjermaninë. Gjermania është afër këtu, për shkak se zgjedhjet të ne janë kualifikuar si zgjedhjet më të mira në Ballkan, për shkak se nuk kemi eksese dhe pranimi i zgjedhjeve bëhet ashtu si duhet. E bojmë edhe një hap, e cili kishte me shiku Gjermaninë se si e ka bërë qeverinë brenda 3 ditë. Dhe pas zgjedhjeve, cila duket që ka treguar më shumë pjekuri politike dhe e gatshme që në interes vendit formojë institucionet? Mu me konsideroj që Partia Demokratike, dhe më thonë me kandidatin për kryeministër, dhe më thonë, edhe partit tjera nuk kanë pas dhe një arrogancë të ashpër që mos mujt me arë deri te qeveria, kështu që Albini, të ashtë si kryetari i partijës dhe ushtruesi i detyrës së kryeministrit, ka përgjegjësi në këtë drejtim me themelu qeverinë. Nëse i shikojmë nga aspekti etnik, ne i kemi 100 deputet shqiptar. Kështu që nuk ka nevojë më harnu të quj kështu, se do del një qeveri jo stabile, dhe pastaj kemi edhe zgjedhjen e presidentit në prilin e ardhshëm, aty duhen të edhe vota kështu me radhë. Dhe konsideroni më shumë që mund të kemi një qeveri stabile, apo një qeveri që pastaj do duhet shkojmë zgjedhje, pastaj kemi zgjedhjet lokale, pra... Unë kam një bindje, duke pas parasysh rrethanat e përgjithshme të brendshme edhe ato të jashtme, sidomos me administratën radikale të Shtetet e Bashkuara të Amerikës që duhet të kenë kujdes, dhe më thonë se nuk mirën në vazhdimësi, dhe më thonë Amerikanët ose Gjermanët me neve, se nuk jem qendra botës, du me pa shumë kujdes, edhe me ndërtu sa ma shpejt qeverinë, edhe se ndërtimi i qeverisë është edhe detyrë kushtetuese, edhe është për të mirën e shoqërisë në përgjithësi. Po, dhe ashini që ndoshta ka një hezitim për të marrë pushtetin në këtë kohën e Trumpit dhe këto zhvillimet gjeopolitike ajo? Pa i ka një hezitim, se shikoni, na edhim Kosova është në tranzicion për kundër asaj, tranzicioni pas gjatë, dhe sot është kryeministri i Kosovës nuk është privilegj, është përgjegjësi shumë e madhe. Është privilegj për shtetet që janë ndërtuar që kanë një zhvillim ekonomik, industrial, ne nuk e kemi të zhvilluar. Këtë edhe duhet me pas kujdes, se nuk mundet të funksionojë një shtet i vogël pa një mik të madh. Pa marrë parasysh çfarë shteti është ai. Kështu që ne këtë duhet me pas parasysh, e kemi një mik të madh, i cili e don popullin, e respekton popullin e Kosovës, kurse qeverinë ka referencë. Se s'mundet Trump për shembull me ardhe me na thirrë te Nën Tereza, me na thirrë gjithë aty dhe me na tregu diçka për shtetin amerikan, po e ka kryeministrin, Zaventës kryeministrin, kryetarin e parlamentit, pastaj e ka kryetarin e shtetit kështu me radhë. Pra thoni që në theks qeverisë sashme do duhet fjetë fokusi dhe ruajtja e marrëdhënieve me aleatët, sidomos me Shtetet e Bashkuara. Me gjithë aleat duhet me ruajt marrëdhëniet diplomatike dhe zyrtare, me Amerikan duhet me ruajt marrëdhëniet e ngrohta njerëzore. Po, dhe zotni Kryeziu, gjithashtu ka qenë temë diskutimi, sidomos në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, çështja e dorëheqjes ose jo të ministrave dhe të kryeministrit. A ka edhe këtu një vakum ligjor, apo është dashur të dorëhiqet kryeministri dhe ministrat pas janë certifikuar këto rezultata? Çka ndodhi? Prof, ka ndodhur një incident juridik ta quaj, kur është hartu ligji për qeverinë, departamentet ligjore në ministri, dhe më thonë nuk kanë qenë të fort të fokusuara të koncentruara. Për ndryshe, kur vjen si probleme kësaj natyre, ligji më i fort ose norma më fort eliminon normën cila ka fuqi më pak juridike. Këtë të thes e kemi të zgjidhur në bazë të kushtetutës sonë, kushtetutën republikane që i kemë në kapitulli 4, ku thotë se në momentin e shpërndarjes së parlamentit, qeveria konsiderohet e dorëhequr. Kështu që kjo është qeveri e dorëhequr, unë në detyrë, është një farë lloj qeverie teknike, sepse i kufizohen kompetencat legjitime që i ka pas në atë moment. Megjithatë pse erdhi ajo kërkesa për dorëheqje, pra, dorëheqje? Ai erdhi kërkesa për dorëheqje për shkak atij nenit famshëm, domethënë në ligjin mbi qeverinë, e cila bën ndesh me kushtetutën. Dhe ka pas ky ligj duhet të amandamentohet dhe të rregullohet.
është dhe ndoshta edhe gabim teknik, për ndryshe, muj me spjegu, këtë pjesë të ligjit, muj me spjegu për personat, kandidat të cilët kanë qenë për shembull kryetar komune, drejtorët komune, ndoshta ka edhe ndaj kandidat që ka qenë polic, ka qenë ushtarak, prokuror, se edhe aty ju lejohet, veç duhet me dhënë dorëheqje. Për ndryshe, qeveria në detyrë duhet me qenë në qeveri, kryeministri duhet me qenë në qeveri derisa të vjen kryeministri i ri. Për ndryshe, nuk mund të mbetet Kosova pa qeveri. Kuptimin filozofik, qeveria është zemra e shtetit. Mendja e shtetit është parlamenti. Kështu që duhet me funksionu. Zemrën pak e kem doptash, në të kuptimin derisa ta bëjmë një qeveri, dhe më thonë një qeveri legjitime. Dhe ndërheqjen, ta ceke dhe këtë, ndërheqjen, çdo institucion, autoritet të shtetit duhet me thonë nga ai i cilit ka ngarku. Respektivisht qeveria Kosovës duhet me dhënë dorëheqje parlamentit. Parlamenti nuk ekziston në mënyrë ironike. Pra qeveria nuk ka pasur kujt t'ia ofrojë dorëheqjen apo jo? Mirë, ironike muj me thonë që veç me dhënë dorëheqje Skënderbeut që kanë përpara aty, se nuk kanë pas kujt me dhënë dorëheqje. Kështu që kjo është në rregull, ta duhet me vazhdu punën, mandatin e marrin. Mandati nuk është i dhënshëm, është i vullnetshëm. Domethënë mandatin e marrin se ja lejon kushtetuta nuk kupton tash kur e marrin ta të tjerët, por mas 3 mbledhjeve, domethënë parlamentare, mund ta marrin mandatin dhe mund ta shtyjnë. Ministrat nuk bien ndesh në rast se e marrin mandatin e deputetit si ministër. Se në kuptimin faktik nuk janë ministra, janë ushtrues të detyrës. Dhe ushtruesi i detyrës nuk është detyrë. A kupton, me pas qenë ministër, kjo dorëheqja nën kupton kur domethënë je deputet i plot, e bën betimin dhe don pastaj me kalu në qeverisje. Nëse don me kalu në qeverisje, duhet me dhënë dorëheqje parlamentit për me shku në qeverisje se nuk mund t'i kryen, domethënë bashkë kushtruar në mund t'i ushtron 2 detyra, edhe legjislativin edhe ekzekutivin. Përpara ka qenë 2, tash nuk është, se ju e dini që një prej hartuesve të kushtetutës, domethënë tash ti mundesh me kry vetëm, mundesh ta krysh, ta ushtrosh vetëm një detyrë. Po, dhe zoti Kryziu, krejt në fund e përmendet që qeveria gjatë ushtrimit të këtij mandati deri ta marr mandatin e ri ka kufizime. Çfarë vendime mund të marrë gjatë kësaj periudhe ose sa kufizuar? A di çfarë kufizimi ka? Kufizime për shembull në këtë kohë, sa zgjat kjo, nuk ka të drejtë me projektu ligje të reja. Nuk ka të drejtë ndonjë marrëveshje, domethënë marrëveshje ndërkombëtare, me kriju ndonjë marrëveshje ndërkombëtare. Nuk ka të drejtë të shkarkoj ministrat, kryeministri, për shembull, nuk ka drejt me shkarku kryeministri, zavendës kryeministri, kështu me radhë. I kryen disa punë teknike që janë administrative, janë edhe politike. Për shembull, njëra prej punëve më kyçe, e cila nuk bën pa u kry, është pagat, që duhet t'i marrin ministrat, duhet t'i marrin shërbyesit civil, e pa nënshkrimin e ministrit e financave, kjo nuk mund të bëhet. Kështu që shteti duhet të vazhdojë me kapacitetet e vogla derisa të krijohet qeveria e re. Çdo alternativë, mendim tjetër alternativ është i keq. Ky është mendimi i saktë, interpretuar ashtu si duhet, pa subjektivitet dhe kështu duhet të vazhdohet. Atëherë zoti Kryziu, ju falenderoj që ishit sot këtu me ne. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dhe me këtë bisedë ne japim fund të edicionit.